أنشدت بسم الله ثم الحمد له فالله أهل الحمد إن الحمد له يا ربي أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لا حد له بك الرجاء وحبكم ربي سرى في القلب ثم زانه فجمله أنت الذي سترت ما يعيبني وجدت لي من العطاء أجزله وهبت لي ذكرا جميلا وافيا في الناس لا أشك قيد أنمله وقيتني بالفضل كل حاسد ومفتر في كل ما تقوله قد كادني فصار ما يكيده بضد ما يريده فارتد له قد رام طعم الشهد في مكيده فخانه وذاق طعم الحنظله رزقتني وأنت خير رازق أزحت يا قدير كل معضله تطوف بي مضائق أخالها لا تنتهي فتنتهي بالحوقلة يأتي إليك المستجير ماشيا وأنت يا ذا الجود تأتي هروله سبحان من لا شيء حقا مثله رب الخلائق الذي لا ند له رب سلام مؤمن مهيمن بئس الذي يخونه لا أم له ما فاز من لا يهتدي بربه. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazit të nderuar, sonte inshallah taala do të flasim për sistemin familjar në Islam. Familja është një shtet i vogël. Shteti që i ka institucionet e veta, normalisht është në aspektin e përgjithshëm dhe është më i gjon, apo? Mirë, po familja, edhe familja është një mini shtet. Mrenda e ka grun, i ka fëmit, gjitha këto gjëra dhe për atë arsye quhet si institucion familjar. Dhe e poshtë arsyeshme që me trajtu këtë gjë. Universiteti Islamik Medinën e ndryshme mori një ftesë bujare ka marrë, Universiteti Islamik Medinë krejtë deni talebët që kanë studiuar atje, e ka marrë një ftesë zyrtare nga Këshilli i Lartë i muslimanëve të Kenjas në Nairobi për pjesëmarrjen e një simpoziumi islam. Do më thonë simpozium, seminar islam për me trajtu çështjen e gruas për shkak se janë përhapur disa dyshime rreth gruas. Që ku e diune sikur tek ne për shembull idetë e feminizmit, idetë kinë se po shtypët gruaja, kinë se nuk ju jepet të drejta grave, gjitha këto gjëra, edhe këto gjëra janë përhapur edhe në Kenya. Se ka organizata të ndryshme këtë tek shtetet e muslimanëve që mundohen apo me i godit gruan. Dhe goditja e parë, nëse doni me shkatru një familje, është prishnja femnat e atij populli. Prishnja gratë atij populli. Gruaja është universiteti i fëmisë. Ti e unë je për jashta, gruaja rrin me fëmin tënd. Tan ditën me fëmin tënd i edukon. Nëse gruaja nuk është në rregull me kontrollu fëmin tënd, ti çka ke me bota ditën? A keni vrej që mas pari nona e din çka po ndodh me fëmin e vet. Baba e merr vesh i fundit. Baba vetë e merr vesh i fundit. Pastaj thot, ja unë po paraqes këtë studim të thjesht simbolik, sistemi e kam titulluar Sistemi familjar në Islam. Thot, thirrja islame bëhet në kahje të shumta dhe forma të ndryshme. Një prej formave më të mira vllazni janë seminaret. Seminaret shumë kanë rëndësi. Mendo për shembull e bën i mbledh vllaznit edhe bën 2-3 ditore për shembull seminare, edhe mëngjes e mbrëmje man ligjërata, 2 ditë, 3 ditë e trajtojnë një temë gjëre gjatë, edhe ka dobi, ka shumë dobi. Thot, çfarë thot? Seminarët dhe konferencat në cilën takohen burrat e mendimit islam dhe dietarët, fukahat e muslimanëve, normalisht to inqizon, pastaj edhe përhapen mesin e muslimanëve. E të gjitha këto të jenë në frymën e Kur'anit edhe Sunetit që mi largu njerëzit nga errësira e kufrit, errësira e gjunaheve, niman apo edhe në vepra të mira. Thirrja tek Allah subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, kjo është rruga ime. Ed'u ila Allah, thot që thras tek Allahu azza wa jall, apo ala basiratin, thot me dijet sigurt, ene wa men ittaba'ani, në ato që jam une dhe ata që më pasojnë mua, unë dhe ato që më pasojnë mua. Dhe më thonë, fillimisht po thot, thuaj, kjo është rruga ime e drejt. Dhe ti si musliman e ki obligim në forma të ndryshme mi thirr njerëzit në islam, edhe në edukimin islam. Hoxha i thret xhamatin, prindi
i thret fëmijën, apo edhe gruan e kështu me radhë, dhe më thëmë me një sistem familjar. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall, thot nuk të kemi dërguar ne ty përveç se si përgëzues edhe këshillues. Kjo do të thotë se mesazhi i Muhamedit alayhi salatu wassalam vllazni, thot është dominues mbi të gjitha fetë. Dominues. Nuk ka fe tjetër të pranuar tek Allahu. Se sikur të themi që ka fe të pranuar tek Allahu përpos një feje, atëherë po i bie që na po themi në dy zota, apo se nuk bën padrejti Allahu Azza wa Jall një komuniteti të caktuar mi thon që kjo është e ndaluar për ty, e ty me thon është e lejuar. Për shembull, mi thon një popull, qëre, jo po jetoni në çet vend, alkooli për ju është i ndaluar. Ndërsa ky perëndim që është për këto është e lejuar. Nuk bën kësi padrejti Allahu subhanahu wa taala. Ai është program thot hyjnor, sepse Allahu i cili krijoi këtë krijesë të shkëlqyeshme njeriu nuk mund ta lërë në harres. Subhanallahu, një ilaç njeriu që e bën apo që e hulumton, në fund ja shkon një prospekt aty, me kallëzu se çish duhet me përdor, me dozim, me orar caktuar. Bile Ibn Kaimi e cek punën e shërimit, thot, dy persona e përdorin ilaçin e njëjtë, smundjen e njëjtë, njëri shnoshet, njëri nuk shnoshet. Ku nuk ja qëllon, ose nuk ja qëllon në dozim, ose nuk ja qëllon në orar. A keni po ilaçet për shembull, disa thënë 4 herë në ditë, disa thënë 3 herë në ditë, disa thënë 2 herë në ditë, disa thënë 24 orë. Që ky 24 orë s'duhet me kalu mbi 24 orë se u pe fiktin. Gjitha këto sene nëse mirën shkaqet, atëherë me lenin Allahut kime gjetë shërimin inshallah taala. U dërgoi atyre vulën e të dërguarve të tij Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe më thonë çka Muhamedi alayhi salam është vula e gjithë pejgamberëve të Allahut azza wa jall, thot Allahu azza wa jall, ndërsa edhe ty o Muhammed të kemi zbritur për kujtuesin, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, dhe më thonë ne zbritëm thot për kujtuesin me këshillat që tua shpjegosh ato çka po i zbritet, është për qëllim suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këtë gjë thot e ka sistemuar Kur'ani në mënyrën e përsosur, në vijat përgjithshme dhe e ka trajtuar kush? Suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk mundesh ti ajetet kuranore mi kuptu pa atë çfarë na ka ardhur në fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse e merr ti, thot Sheikh Albani, nëse e merr njeriu më të mirë në gjuhë arabe që e njeh, s'mund me kuptu. Prap nuk mund me kuptu, nuk mund me ditë. Gjuhësisht ti e din çka do të thonë, por se terminologjikisht nuk e din se për çka është. Për shembull, në Kur'an sala është namazi, mirë po nëse përkthehet bukfalisht është dua vllazni. Hajde ti kuptoj çka është duaja. Nëse nuk e ke sunetin që ta trajton çish me fal namazin, edhe nëse e din gjuhën arabe, nuk ke mundësi me kuptu. Ata se suneti është sqaruas i Kur'anit. Shkurtimisht kështu e ka sistemuar Islami lidhjen mes robit dhe Zotit, e po kështu e ka sistemuar edhe çështjen e familjes. Kjo ishte si një lloj hyrje. Islami ka nxitur në familje apo ka nxitur në formimin e institucionit familjar me legjitimitetin e çkajt martesës, mos mu mbyll lloj njerëzor. Nëse nuk martohesh, mbyllet lloji njerëzor. Si disa që është dalën në thënë sa kishte me qenë mirë bota pa burra. E ti që shardë mi thonë? Ka ardhe ti. Bota pa burra apo nxisin urrejtjen ndaj burrave. Këto organizatat e ndryshme. Pastaj thot, të dëgjojmë tani disa ajete kuranore në këtë kuptim, ku thot Allah i madhruar nxirr robët e tij për martesë. Thot Allah subhanahu atëherë zgjidhni gra të tjera për martesë, 2, 3 ose 4. Disa kanë thonë vllazni pe dietar, Allah ka filluar me 2. Dhe disa kanë thonë esenca është 2 marrë mas pari. Nëse 3-4, nëse friksoni, ka thonë atëherë 1. Nëse friksoni nga padrejtia, apo. Po esenca është 1. Dhe më thonë esenca është 1, sepse ka raste kur ndonjëherë nuk është edhe obligim martesa. Nëse mush me bo sabër jene për lufta, ku e dion anikni, si Shekull Islam ibn Taymija s'është martu për shembull. Ai nuk është martu. E një talebe joni këto, kur u kon në universitet atje në Jordan, edhe tash kur e trajtu këtë mesele të Shekull Islam ibn Taymijas, ata shqiptarë këto i thot, po çka ka pas nevojë mu martuaj, ka pas luftë, robresha ka pas. Ha thot ju shqiptarët e mëshëm jeni. Më thonë ka pas robresha mëse se ka qenë robreshat edhe luftat që kanë qenë më herët. Thot Allah azza wa jall, gratë tuaja janë burimi i vazhdimësisë suaj, kështu që afroni këtij burimi kur dhe si të doni dhe dërgoni
Dhe thot vepra të mira lutuni Allahut para jush për veten tuaj dhe keni frikë Allahun, dijeni se do ta takoni atë në botën tjetër. Bukur. Lidhe me këtë Allahu Azza ka thënë: "O ju njerëz, do të jeni të bindur ndaj Zotit tuaj, i cili ju krijoi nga një vete, pastaj nga Ademi alayhis salam nga brinja e Ademit alayhis salam u krijoi edhe shoqja." Më thonë u krijua se e din Allahu Azza që njeriu ka nevojë për një shok tjetër me pas. Për atë arsye e krijoi edhe Hawan. Ai e krijoi palën e saj, thot bashkëshortën, dhe nga ata dy i krijoi burra dhe gra të shumta. Cili është qëllimi i martesës? Legitimiteti islam është legitimitet i urtësisë i cili ka qëllim dhe synimet e tij. Pra këtu mas pari është ulja e shikimit apo legitimiteti i martesës përmban vetvete shumë gjëra. Nëse ti martohesh vllai jam, ç'kë martesë ka më bëj që ti kimë rujt moralin. Kimë rujt moralin. Dhe morali kanë thonë përbora edhe jo muslimant, edhe shkijet. Moral dërzi dërzhavo kanë thonë shkijet përbora. Do më thonë që fjallë sakt është, tamam është. Pikrisht të morali mundohen jo musliman me të godit. Edhe shkojnë të shtetet e muslimanve i godisin moralin. Po e godite moralin, për toke shteti. Për toke çdo sen. Për atë arsye institucionet, qoftë institucionet shtetërore të sigurisë, gjitha senet, këto sene duhet me pas xhelozi për Habibia. Vallai vllazi duhet me pas xhelozi për popullin e vet. Unë e kuptoj se ne jemi një shtet i vogël, jemi një shtet që kreti kanë syt në atë kontekstin që s'mujmë me pruna vendime, ama s'paku mos me pas kujdes, sepse pe rënojmë këtë gjenerat, pe shkatrojmë këtë gjenerat. Me këto, a keni po me këto Big Brother, me këto senet, shkojnë i gjejnë njerëzit më degenerum, subhanallah. Shkojnë i gjejnë, që më thani vlla pornostar ka ti qesin aty. E çka mund me bo ajo i cili ka filmu pornografi? Çka mund me bo aty në Big Brother? Dhe muslimani shkon e këshyr. Subhanallah. Harame. Pastaj thot, si shtam ulja shikimin nga të dyja palët. Thua ju besimtarve le ti ulin shikimet. Po thot le ti ulin shikimet. Dhe më thënë, momentin kur ti e shikon, shikimi parë është joti me njëherë me hek. Jo shikimi parë joti edhe me vazhdu. Po me njëherë me hek shikimin. Pastaj thot, normalisht edhe për burrat edhe për gratë kjo çështje është, dhe thot nga të vështruar dhe t'i ruajnë vendet e turpit e kështu me radhë, sigurisht që në vlerësimi i çështjes së ulës së shikimeve shpije në prishjen e moralit. Shikimi është shigjeta e parë e shejtanit. Shigjeta e parë e shejtanit që nëse ti shikon e merr pamjen, e fut në tru dhe çfarë? Truri pastaj e përpunon atë shikim. Dhe çaj përpunimi shikimit ton çka bën? Nëpërmjet sistemit nervor e dërgon gjakun tek organe dhe ti ke qef me pastaj marrëdhënie. Apo? Me po fillimi është shikimi. Shumë ma lehtë ke shikimin me hek para çkajit? Para marrëdhënies në fund, para aktit krym, para krym. Pra ta si luftoj mas pari shikimin. Si ta lufton shikimin e ki ma lehtë pastaj. Pika e dytë thotë ruajtja e vendeve të turpshme. Ulja e shikimit rezulton me ruajtjen e vendeve të turpshme, thotë në shumicën e rasteve, sepse ati që i mundsohet mbi këshyri Allahut, atëherë ulja e shikimit nga të ndaluarat, duke pasur frikë Allahun dhe duke pasur turp nga ai. Wallahi subhanallah, kur ta mendon që ti ka kriju Allahu xhel këta sy dhe mendon me këshyr një haram dhe e din që para se me këshyr Allah e din që ti ki me këshyr, nalesh, nuk e këshyr haramin. Si ta din që ti ka kriju Allah që ta sy dhe e din që Allah të jo të po ta në kohë në vëzhgim, nalesh dhe nuk e këshyr haramin. Është përcjell nga i dërguar e Allah sasami cili ka thënë, sytë thot bëjnë zina. Sytë thot bëjnë zina. Thot zinaja atyre është qka? Të shikuarit në haram. Pastaj thot edhe veshët bëjnë zina. Veshët nëse flasim, në më thonë, fjalë të fliqta, atër edhe që ky vesh bën zina. Edhe nëse ti nuk flet, dikush që flet, ti e prezant edhe ti e mërgjinojnë. Se je ose qfar, ose duhet me ndërhy me nalat, atë fjalë të haramit, sepse je pjesë e haramit. A dini rast, e dini një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para kiametit, që Allahu azza wa jall ka me fundos tokën. Kanë marrë jo muslimant, apo? Edhe për me rënu qabën, apo? Edhe kanë mi marrë, subhanallah, edhe muslimant me veti. Me dhunë, s'ko që ka bëjnë?
Për shembull kur është një shtet i madh thazom, edhe ty na, tu çka kemi bëti skior për më ballafaqu me ta. Edhe thot çka ata bëhen musliman pjesë këtyre jo muslimanëve. Allahu subhanahu i dënon apo ja fundos tokën edhe muslimanëve dhe jo muslimanëve. Po çka kanë faj muslimanët e shkret? Kur me dhuni kanë marrë këta, sepse janë pjesë e saj aty. Brenda atyre. Aisha thot, ja Resulullah thot, çka është gjendja atyre, thot, s'kan pas një jetë me bukeç, apo? Thot, secili do të ringjallet sipas niyetit vet. Do të thonë, kur të vjen puna e dënimit, edhe të mirën edhe të keqen e hanë. Për atë arsye mos je në ato vende ku është i hidhur me Allahu azza xal. Edhe jo rastisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit mos tulet në një tavolinë ku pihet alkooli. Ti unë s'pe alkoolin. Po ky tjetri pe pin alkoolin, ti po bësh bisedë me ato, edhe tash kur të vjen dënimi, të kapet aty. Pa marr parasysh ti që s'pe pin. Pa marr parasysh. Mëkati është tu po prezant është mëkati. Nuk e bën domjen Allahu azza xal aty. E përfshin edhe të mirën edhe të keqen. Thot a ka më na dënu Allah, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot nëse shtohet e keqja. Po nëse ka njerëz që flasin kundër të keqës, tankohen, atë shkoku i këtyve Allahu subhanahu wa taala nuk e dënon atë popull. Pastaj thot edhe veshët bëjnë zina. Zinaja atyre është të dëgjuar derisa ndërsa organi gjenital çka bën? Ose e vërteton, e bën zinon ose e përgënjeshtron. Këtë sanet i bën, në fund ose e bën ose se bën. Më thonë varësisht prej frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mundësimi i shtimit të pasardhësve është pika e tretë, padyshim që kjo është lënda e parë në ndërtimin e shoqërisë dhe shkak i shumimit të pasuesve të vulës së të dërguarve, sa them kjo është rasti ma që e dim, apo këtë shqiptarët e din, nataliteti që ka qenë tek ne na ka rujt. Lexoni nëpër histori sa shqiptar musliman janë largu pi Kosovës. 300.000 prej trojeve tona, 300-400.000 në largu, që kanë që ka pas marrëveshje mes Serbisë edhe dhe më thonë Turqisë laike. Jo të perandorisë osmane, por Turqisë laike, edhe ju largu. Edhe pare bëllu kanë ndonë shkit, vetëm mu largu. Kush në kanë mbrojt, vëllezër? Lindja. Unë e di shumë mirë, thëshin në për oda, kur bëjshin biseda, aktivistë ndryshëm, edhe thëshin që bëni ka 10 fëmijë. Për 10 vjetë, 300.000 në shtu. Për 10 vjetë 300.000 shqiptari në shtu. Hade këshyre sot. Me 91 që një konë 1.900.000, sot i ki 1.500.000. Pastaj thot, o ju të rinje, kush ka mundësi nga ju le të martohet, sepse ajo të largon nga shumë nga shikimet, haramet, dhe të ruan më shumë vendet të turpshme. E kush nuk ka mundësi, atër thot qka, le ta gjeraj. Sepse kjo të mbron, dhe më thonë, është mburoj për ty. Martoni sepse unë do të krenoj me numrin tuaj para popujve tjerë. Ata të cilët mendojnë se qëllimi i martesës është arritja e kënaqësisë, e pëshorën çfarëdo forme dhe se pas kësaj nuk fshihet asnjë qëllim, ky është një përfytërim edhe supozim i gabuar. Apo i cili ka shkaktuar dërgimin drejt shkatrimit shumë të rinjeve e kështu me radhë. Kush e udhëheq institucionin familjar? Që do përzihet çështja? Çdo firmë, çdo institucion, a ka një udhëhec? Po. Kush bëhet udhëhec? Ai i cili e njeh, apo ai i cili ka përvojë. Bukur. A mundet me udhëheq në mënyrë të pavarur, apo me udhëheq kështu gruaja? Institucionin familjar është problem. Është se këto të drejta dhe veçori janë ngarkuar dy palëve. Mirë po zbon mi përzi detyrat o vllaja. Detyrat që i ka gruaja, detyrat që i ka burri janë të ndryshme. Subhanallahu, veç secili be le ta çet dorën zemër, edhe le ta pyet gruan e vet. Dikush njët natës apo dytë natës mi abo qështu të dera, edhe më konë veç vetëm gruja. Qa thët? Me pas burin qa thët? Për njerë afrote burri. Qujtë më delani. Natyra femnës është qështu vlla. Natyra femnës që e runë moshkulli, e ka një lloj mbështetjet e burri, subhanallah. Pas po bëni kapatai kështu me thonë që jo, gruja. Këtë dregu, po gruja është ma e ndishme, e ka karakterin, nuk ka dopsi e gruës kjo. Emocionalisht është ajo ma e ndishme se ti. Edhe nuk mund me udhëheq çështjet shumë të mëdha sepse emocionalisht ajo s'mundet. Paramendo ti për shembull, na po flasim në aspektin e përgjithshëm se ka për shembull ti shoferica ta zonë, ki femra që ja kalon edhe moshkujve, apo? Ama këto janë individuale.
Po flasim në aspektin e përgjithshëm, femna si femën është më ndryshe se mashkulli. Shumë më lehtë, habibi, shumë më lehtë, mos të manipulohet, po ndihet emocionalisht më e brengosur një femën se një mashkull. Para më në për shembull me qenë luftë, kur të sheh gjak, apo kur të sheh ku e diun e prerje e kokash, apo masakra, është më e ndihshme, apo çashtu? Shumë më e ndihshme se sa mashkulli. Para të se Allah i ka nda rolet e mashkullit edhe të gruas. Burri është i veçuar me disa gjëra të posaçme në të cilën gruaja nuk i shoqëron. Edhe s'mund mi bo ball apo menaxhimit. Pastaj kështu që të ndërhyrit e njerëz palë në punët që nuk i përkasin çon në prishjen dhe shkapërderën e këtij institucioni dhe shkatrimin thot të turbullirave. Thot Allahu Azza wa Jall, thot burrat janë mbrojtës dhe mbajtësit e grave, sepse Allah ka krijuar njërin palë prej tyre të shquhet mbi tjetrin, edhe sepse ata shpenzojnë nga mjetet e tyre të jetesës. E ka për obligim burri me shpenzu. Apo pastaj do të dalim te trashëgimia. Pse ka burri më shumë trashëgimi merr se sa gruaja apo se sa motra? Sepse përgjegjësia më e madhe është burrit. Gruaja e ka rrugën e vet, sipas shariatit. Nëse s'don me ta dhon pasuninë, është pasunia e saj. Nëse don me pas, do me thonë marrëveshje, pelojmë me një stok që të parët bashkë pelojmë, është diçka tjetër që shtot Shekh Albani, me marrëveshje. Ama me dash me thonë vallaj, ti e ki obligim më këshur edhe puna. E ki obligim me këshur djalin, e ki obligim me këshur mu, kretë senet, unë e parët e mia i kam për veti, edhe kërë puna. Kur gjësën e thushit. Edhe është normale që burri ka me marrë më shumë trashëgimi. Pastaj gruaja merr te burri, merr te vllau. Nuk është kjo padrejtësi ndaj gruas asesi. Po ashtu, përveç kësaj, nuk ka kundërshtim se për drejtimin dhe menaxhimin e çdo institucioni apo ndërmarrje nuk caktohet kuadri i përshtatshëm dhe i aftë për drejtim, vetëse, domethënë, i jepet kuadri i përshtatshëm dhe i aftë për drejtimin e saj i cili ka përvojë. Po, një njeri që s'ka përvojë, me mshti për shembull në pjesë të kerra, me shti çfarë bëjnë kërdi bëj atë. Kërdi, një pjesë të kerë me bo me në shku të Besaleti aty, edhe një pjesë të kerë që aty përpara muj me pas, do tanë ditën me lypat pjesën e kerët. S'kom përvoj, Allah. Nuk është dopsi kjo. Thjesht është përgjithësi që s'mund me kry. Njëjta gjë është dhe për gruan. Gruan një përgjithësi të caktuar s'mund me kry, e kryen burri, edhe nuk ka asnjë problem. E për këto të gjitha Islami e ngarkoi burrin në këtë përgjithësi apo. Pastaj thot përderisa burri është larg të përmuajshmeve, shtatzania, lindja, ai është më i fortë. Parë të çfarë gjendje është gruaja për shembull 7-10 ditë në gjendjet e përmuajshme. Në menopauzë për shembull, di çfarë gjendje kanë menopauzë? Domethënë ajo para menopauza. Herë vjen i nxehtë, herë ftoft, kanë gjendje emocionale keq. Domethënë e ka më ndjeshëm është femna, subhanallahu. A duhet më rujt na femnën? Këtë rast nuk i bëjmë padrejti, na perujm gruan, perujm femnën. E jo mi thon, dikush me dalë organizatët mi thon, jo ti si e barabart me mashkullin. E po mirë, kur je shtatzane, shko puno, pse shtrohet pyetja, më kujtu edhe një sen, nëse po dëm barazi. Pse ti atëre pi bën padrejti burrave gjatë kohës shtatzanis shteti jep pushim? Pse? Puno? Barazi, apo li barazi? Po më them se nuk është e barabartë. Shtatzani është 3-4 mujtë, dhe më thonë, shtatzania, pas shtatzanis është leonia. Edhe ka lafe që dojnë me bon 1 vjet, 2 vjet, pushimin, bukur. Mund me dole dhe me thonë një burr, ja, kjo mu për më bon padrejtësi. Unë po punoj 2 vjet, puno dhe ti 2 vjet. A je shtatzana, nuk je shtatzana, mu së më intereson një qfare. Po nuk shon kjo punë. A peshini që femna po rruhët. Ndërsa femnat e ndikuara nga çarqet e ndryshme nuk pidin këto dallime, të gjitha këto janë më të përshtatshme për të dhe për këtë shkak Islami ka ngarkuar atë që të shpenzoj për gruan e tij apo për burrin, do thot. Po ashtu thot përgjegjësia e gruas në familje. Përderisa është burri ai i cili është ngarkuar me menaxhimin e jashtëm ekonomik, ajo e ka menaxhimin e brendshëm të familjes. Wallahi më mirë se gruaja që i edukon fëmijët, e që edukon që i bën ato shtëpinë apo ato orendite e shtëpisë që i bën, mashkulli s'u bën. Ka shije ndryshe vrabe? Ka shije ndryshe. Me pak sene shkon i zbukuron senet. A keni vërejt? Se ka shije. E mashkulli është ndryshe.
Pastaj thot, e ruan shtëpinë e burrit të saj, në mungesë dhe prezencë të tij, ruan pasurinë e tij, fëmijët e tij e kështu me radhë. Për gjithë këtë gruaja gëzon respekt dhe vend të lartë të gjithë pjesëtarët e familjes. Islami nuk i ka bë padrejtësi gruas. Dëgjojmë zëra të shumta që thonë që Islami bën padrejtësi, siç tham, nuk ka dhënë liri të plotë, nuk e ka barazuar mes burrit dhe gruas e kështu me radhë prej gjërave të kota. Në realitet, thënësit e këtyre hipotezave janë dy, nuk ka përveç se mes dy çështjeve, mes dy burrave. Në një është një ignorant i madh që është i ndikuar prej qarqeve, apo edhe nuk den, edhe është pjesë e tyre, keni po disa për shembull gazetarë apo analista, as nuk janë homoseksual, LGBT, as ku e diunë nuk janë që janë kundër islamit në atë kontekstin, mirë po janë pjesë e qarqeve. Pjesë e qarqeve sepse paraja e lun aty. Është pjesë e qarqeve, thotë drejtat, ku e diunë, drejtat generale, përgjithësi kështu, edhe se do merr parë, ndërsa i dyti e ka qëllimin për me luftu islamin. Më thonë, ky i padishëm i pari, ky është i dishëm, sepse e ka një qëllim për me luftu islamin dhe për me shkatru, dhe më thonë, shoqërinë ku jetojnë muslimanët. Apo, pastaj thot, e me këtë gjë, ajo grua muslimane ndikuar nga ato thirrje bëhet e padrejt ndaj fesë dhe islamit. Po ashtu, shkoj shpejt. Andaj për çdo grua muslimane të kulturuar, duhet që të mësoj fenë e saj dhe të njohë vendin dhe nderin që Islami ja ka dhënë asaj. E të njëjtën kohë duhet që të shikojë edhe ligjet e huajve të francezëve. O vllazni, para revolucionit francez apo ku e di unë, femna është konsideruar në Evropë as si kafsh apo nuk është konsideruar. A e dini? Që kanë nënshmu femnën atje në Evropë, ju mos më kallëzoni ju mu të drejtat e grave. Se ju deri dje keni luftu. Dje keni shku me një ekstrem duke luftu femnën, qenjen femën, ndërsa sot keni shku në ekstrem, liri të shfrenuar, të tepruar keni bo, sa që keni qitë krejt prej kolosekit. E s'jeni mesatar. E Islami është mesatar në këtë pikë, gruaja gëzon të njëjtat drejtat civile si edhe burri. Gruaja muslimane gëzon liri të plot, gruaja muslimane ka drejt me ble. Me shku me ble, ka drejt me shit, ka drejt me dhuru, sadaka, me pranu dhurata, me dhon borxh, me marr borxh, gjitha këto gjëra i takojnë edhe grus. Edhe gruaja mund me dhon sadaka. E dini që ka thënë Muhamedi a.s. Shumicën e grave i kanë parë në xhenem. Pse? Sepse janë jo falendëruese ndaj burrave. Edhe çfarë? Kanë dhënë jepni thot sadaka. Edhe kanë dhënë sadaka gratë e sahabive. Pastaj thot gruaja muslimane thot agjeron, jep zekat nga pasuria e saj, shkon në haxh, shpërblihet për adhurimet, gjitha këto gjëra. Mirë po thot, përveç se Islami ja ka lehtësuar gruas disa adhurime, duke marrë parasysh gjendjen e saj të ndryshueshme, atëherë thot ja ka leju edhe mos me fal namaz, ja ka leju edhe mos me agjeru, që ti nuk e ki ato. Për shkak të gjendjes së saj emocionale, gjakderdhjes që e ka, dhimtave që i ka në bark, apo lehonis që e ka të ndaluar me fal namazin. Dhe më thonë, Allah Azza wa Jall, shikoni çfarë mëshire ka ndaj grave, ndaj krijesës njeri grave, ndërsa burrat nuk e kanë këtë privilegj. Tankon duhet mu fal edhe me agjëru përpos në rastet të caktuara. Allah i madhreshëm thot dhe nuk ka vënë mbi ju ndonjë mundim në fe, gjithashtu ajo lirohet nga agjërimi siç tham. Liria e gruas muslimane në martesë. Islami ka dhënë liri të plotë në martesë. Çka ka dhënë liri të plotë në martesë? Nuk mundesh me martu çikën tënde pa lejen e saj. Që të na shqiptarët kanë martu përpara. Tu kon s'po them nëse ja ka bë për herë tu kon për shembull në djep. Nuk po them që nuk lejohet mu martu ajo, nëse pranon pastaj, po lejohet çika kur tritet mos me pranu ato që baba i vet e ka bën një me një djalë caktuar. Lejohet me kundërshtu ku tritet. Thot jo bab. Edhe nuk ka ndalisht. Mirë, po nëse pranon, s'ka problem ajo është. Se ka qenë të na traditë, se ka pa kur heq, hajtë se na jemi shok, që po ta jap çikën, mas 20 vjetë martohesh. Për këtë, ka dalë me po mi thonë se a pëlqen, as pëlqen, a qysha, tek a nikni. Nëse ka qenë traditë, tek ne po prap, Islami thot që nuk në rëgjuna ajo çik nëse e refuzon.
Vendimin e babës kur vjen puna martesës. A ka vendim më të madh, subhanallahu, a liri më të madhe, mi thon babës tënd, prindit tënd, mi thon unë smartona me filonen. Ti po du po unë smartona. A së liri që kja? A nuk është liri që kja? Nuk është dhunë. Pastaj thot, kjo është ligji i Islamit, nuk martohet e veja derisa të merret urdhër nga ajo. Nuk martohet e veja derisa të merr urdhër nga ajo. Do më thonë, vejushka duhet më pyet, edhe duhet më thonë unë pranoj për këtë burr, kur të vjen me lyp dorën. Mirë po, e virgjëra, ajo që s'u martu asnjëherë, thot heshtja e saj është pranimi. Nëse vjen një burr, një mashkull, një djalë, ja lyp dorën babës vet apo për çikën e vet, nëse çika nuk flet, kjo i bjerë që ka pranu. Sepse të kundërtën nëse zdon, ajo ka me thonë zdu. Pse thot heshtja asaj është pranim? Heshtja asaj është pranim sepse femna që s'është martu, i vjen mare, mi thonë babës vetë, po babun e pedu. S'po flasëm për qikat një pjesë të qikave të sotshme, që vetë i thot babës se ka gajle. S'po themi që edhe kjo të dalot. Apo, se ka raste për shembull baba, ku e diune, është pak larg fes, apo edhe duhet me ndërhy qika. Mi kallëzu që po ma lyp dorën filan djali, atëherë ti duhet me më tregu, apo ti duhet me ma dhon lejen e kështu, është djali mire se nuk ka ndales këtu. Po flasim në aspektin e përgjithshëm që nëse hesht, ai i bjerë që është pranim. Është pranim. Trashëgimia e gruas në Islam, thot thirrsat e barazisë ndërmjet burrit dhe gruas janë përqendruar shumë në këtë pikë, edhe kanë mundur që me anë të saj t'i humbin shumë nga muslimanet e pavëmendshme. Qa ka vlla me marrë më shumë se one? Pse me marrë dy isa më shumë se one? E ti pse po shkojnë po marrë te burrit? Te burrit po merr? E çaj vllai yt nesër ka me çat pasuni që e ka me nda me gruën e vet? Ka me nda me fëmijën e vet? E ti? Ti po merr te burri edhe te baba. Ku është padrejtia ndaj çikës tash? Kallzom ti, s'ka padrejti këtu ndaj çikës. Mirë, po dhe një rrezik tjetër është nëse lyp çika, mos e prish zemrën. Mos e prish se është vendimi i Allahut, apo kupton? Është çështje rrezik se të na me bë me lyp. Mo e mshil derën. Po lypi të mshilet dera. Nëse nga vetë dëshira, thot çika, thot motra, thot çika, ku e diune që kjo është për ty, Allah që përblefti, po do me ma dhonë, mirë po në ty, po, sepse është vendimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Pikë e pari thot, në përgjigjen e kësaj hipoteze ka disa variante. Është e vërtetë se Islami jep burrit sahisja 2 grave. Dhe ky dallim trashëgimi nuk tregon se burri ka privilegj mbi gruan, por se e treguam se për çfarë çështje. Tani e kemi udhëtimin e gruas në Islam. Pika e dytë në të cilën mbështeten thirrsat për lirinë e gruas dhe barazinë e saj, problemin e udhëtimit gruas. Çështje, po thoshë lirë gruaja s'pelan me udhëtu vetëm. Mirë, hajde, ka pas një rast të trajtojshin, subhanallah, një burrë dhe një grua besimtar edhe kanë bërë debat rreth këtij urdhri të udhëtimit vetëm që nuk lejohet pa mahrem. Edhe burrë e gru i kanë hyrë pa aeroplanit, edhe kur i kanë hyrë pa aeroplanit ka pas një prishje, edhe o dasht, jo në destinacion, o dasht me një vend me shku tjetër. Apo ka pas prishje diçka aeroplani, edhe tash gruja ka qenë në si gjendje që zhdash me ndihmu dikush. Edhe e ka zgat dorën burrit vetë. Ka thënë, ja, që tash e vetëm ti. A ki fetfon që ty të lejot me udhëtu vetëm. Atër, nëse une nuk jam, me konë kemi shku ti? Ty për shembull ti po do me shku të azom numre, apo po do me shku ku e diun me një vend caktuar. Edhe u prish aeroplani në Bullgari roje. Në vendet e kufarve roje. Ç'a ki me bo? Vetëm shkon në hotel, ku e diun anë ikni. Pse tash është pak më lehtë në atë kohë kur je në grup anë ikni. Po në rregullin e përgjithshëm femna nuk lejohet me udhëtu vetëm, po flasim në atë udhëtim që është tamam që konsiderohet udhëtim. S'po them që dalish prezant Prishtinë, prezant Gjakov, prezant këtu, do të thonë që është afër çto. Po flasim për shembull që thën kufiçet që del me një shtet caktuar. Çështje tjetër është qëndrimi i Islamit në lidhje me zbukurimin e gruas për zgjedhjen dhe të veçuarit e saj me një mashkull të huaj. Islami i kundërshton rreptësisht këto ignoranca. Rreptësisht i ndalon.
Thot pejgamberi sa nuk vetmohet një burr me një grua vetëm se shejtani është i treti tyre. A lejohet vllazni çka më rëmendja, a lejohet me një femën të huaj në lift më konë? Po ajo, çfarë më rëmendja? Lift, vend publik, lift po jem mshil. A lejohet as lejohet? Lejohet. Pse lejohet? Sto pyeta. Lejohet. Jo, s'mush me imponu, për shembull, ta zom qilet lifti e sheni famën s'kel. Puna njetës. Jetin liftin ajo. Dalështi. Shef Fauzani thot sepse është udhtim, po themi është vetmim i shpejt. Kupton, do të thonë punë sekondësh është. Edhe për atë arsye, punë sekondësh është, edhe do të thonë 5-6 sekonda veç ti shkesh dhe nalt, edhe nuk kuptohet. Po, çështja është që kështu e thot Shef Fauzani hafidhallahu taala. Të mos vetmohet askush me një grua vetëm se të shoqëruar me një mahram. Thot një dietar thot, nëse një femën me një mashkull vetmohet me një dhomë, perdet mbyllen, thot këta kanë bërë niqah. Niqah kanë bërë thot. Pse se thot dëshmitar o shejtani. U kry më puna. Dallon meselja vllazni, çore një meselë duhet me kuptu. Dallon meselja e vetëmimit apo qëndrimit tërkohën me gjininë e kundërt edhe bisedës blic. Biseda blic lejohet. Shkon për shembull në dyqan, gruaja është ushit, edhe ti e blen, ja jep parat, nuk ka ndalesë. Ndalesa është kur një burr me një gru punojnë me një zyre. Kjo është ndalesa. Ndalesa nuk është blic. Ndalesa nuk është blic sepse s'ka ti tankon ki më kon, qoftë në rrugë, qoftë ku e dione. Për shembull, a lejohet gruaja jote me dalë çtu, me hi edhe me pyet secilin, si e ki gruan, si e ki nonën, si e ki kështu. A lejohet gruaja me marr? Po lejohet. Shariati lejohet, s'ka ndalesë. Nuk lejohet pastaj mu ul aty edhe me bë muhabet. Saqë disa thëshin disa kur zinratës babës tem, hemër ti shoku jam, ma shumë ti fuli me gruan teme sa ajo që ful me mua. Çaq muhabet got ke bu me gruan teme, saqë une me gruan teme s'kum bo çaq. Mos i s'ka të muhabetet. Blic është normale, ti bën blic, domethënë kur ka nevojë të më pyet. Pastaj thot, ndërsa për ndalesën nga të zbukuruarit në sytë të huajve, Allah i madhërisëm thot, dhe qëndroni në shtëpitë tuaja dhe mos e shfaqni veten siç bënin në kohën e xhailitit, po ashtu duke i drejtuar të dërguarit dhe të dashurit të tij sa sem, thot Allahu azza xhel, o pejgamber, thuaj bashkëshorteve tuaj, bijeve tuaj, bashkëshorteve besimtar, gjitha këto thot të ruajnë, të lëshojnë vellën, mbulesën e tyre mbi gjithë trupin e tyre. Domethënë mu mbulu, gruaja ka obligim mu mbulu, ka farz. Kjo do të ishte më mirë që ato të dallohen, të mund të dallohen, të mos i shqetësoj askush. Një femër me mbulesë kur kalon para mashkujve të caktuar, nëse ka veshën që duhet, edhe është serioze gjatë ecës, ikin djemt, ikin burrat. Unë i kom vrejt vetë. Se Allah azza wa jall i ruan. Allah azza wa jall i ruan. Dhe çdo moment kur mbulesa nuk qitet, çdo momenti ajo e ka gjunohin. Ku çdo që e sheh e ka gjunojt të dy fisht. Edhe gjunojnë që po të shet ty pa mbulesë, edhe e dyta që ti po bosh sebeb ai me hin gjuna me të pa ty flokët e tua. Po ashtu thot një poet ka thonë popujt qëndrojnë aq sa qëndron morali i tyre, e nësa ai shkon, kjo është edhe shkuarja e tyre. Qëndrimi i Islamit lidhe me punësimin e gruas. Po edhe 3-4 faqe e kemi, po e përfundojmë inshallah. Ne nuk themi siç mendohet disa, siç mund të mendohet që femra nuk lejohet me punu. Nuk themi na kështu. Sepse nuk ka ndalesë për punën që e bën femna. Punën që e bën femna, nëse është haram, nëse është për shembull përzirje tërkohën që është, apo atëherë themi është haram. Mirë, por nëse punon, për shembull është pedagoge, është mësuese, ku e dione, është për shembull ginekologe, edhe ka ordinancën e vet, i shkojnë femnat, asnjë ndalesë. Përkundrazi kjo është e mirë për gratë. Kur ti e çon gruan për shembull te një ginekolog shumë më mirë se sa te një ginekolog. Apo thot gruaja mund të jetë mësuese, drejtoresh apo të punojë në zyrat e shkollave për femra, doktoresh, infermiere, zyrtare, spitale të posaçme që janë për gra.
Domethënë gjitha këto gjëra mund t'i bëj gruaja, ndërsa ajo gruaja e cila del nga shtëpia e saj me qëllim mu zbukuru, që njerëzit me apo a di çfarë hadith ka? Çon hadithin? Nëse gruaja parfymoset dhe kalon pran burrave, subhanallah. Parfumoset dhe kalon pran burrave. Thot ajo është kështu e ashtu. Muhamedi s.a.s. s'ka përmend fjalë çka është, po ka thonë është kështu e ashtu. Ndërsa ka thonë fjala Ebu Musa el-Eshariut si sharrim të kësaj fjale të pejgamberit a.s. kështu e ashtu, ka thonë ajo është lavire. Nuk është kontekstin lavire që ka bo zina me organ, apo nuk është kontekstin. Mirë po kontekstin se në thëmë se zina ka me sy, zina ka me vesh, zina ka me dorë, zina krejt në fund çka bën organi e vërteton ose e përgënjeshtron. Edhe çfarë konteksti ka thonë? Që ka bo zina në kontekstin që ju ka dhonë shkas apo në haram të tjerëve, meshkujve, erën e saj me ndi, apo. Pastaj thot, shembulli i gruas është sikur shembulli një njeriu i cili ka përgatitur një lloj ushqimi të shijshëm. Para më subhanallah, pe merti tan ditën apo natën, një natë përpara, pi rregullon ushqimin mirë. Edhe nesër pe pjek atë ushqim, edhe çat ushqim të mirë, po shkon pelan me një vend pa e mbulu, subhanallah. Çka bëjnë insektet? Ta prishin ato. Ira i vjen për njerë. Nëse ti atë ushqim që e ki përgatit, subhanallah, e mbulon krejt. Gjithë e mbulon, atër me lena Allah të zëgjel, ajo ka më kone e mbrojtëm, apo? Pastaj thot, kështu që është shembulli atyre që shëtisin të zbukuruarën apo rrugë, më thonë ka pastaj dallim, ka pambules, e zbukuruar, hala për shembull ka, se për shembull ti nuk mundesh me bë krahasimin mes një femre e cila është veç nuk e ka shamin, e knej nuk është e zbulume. Me ato i cili zbukulon i qet falë shprehje, domethënë i qet vendet të turpshme i qet jashtë apo ka dallim. Është normal që ka dallim. Mirë po dhe kjo ka gjunojnë e mos mbulesës apo. Pas gjithë kësaj Islami dëshiron që ta ruaj familjen muslimane, sepse rregullimi i saj është rregullimi i gjithë shoqërisë, subhanallah. Po rregullu gruaja, u rregullu krejt shoqënia. Me lena Allah subhanahu wa taala dhe nga njohja e tij sallallahu alajhi wasallam para që ndikon gruaja parfumosur në gjoksat e burra, ai ka urdhëruar duke thënë se gruaja del për në xhami të lahet nga parfymi siç lahet nga gjynyplëku. Parameno, dhe më thonë, nëse një grua don me dal në xhami, parameno një ibadet, vllazni, një ibadet, me shku me fal namazin, thot le ta hek, apo le të lahet, le ta hek parfimin, qysh lahet i gjynyplëkut. Këtë le të lahet. A më thonë çështja nuk është hajgare. Dhe për fund, është dhënja në fund e jetës bashkëshortore, jeta bashkëshortore merr fund në njërin nga këto dy ndarje, ndarja me vdekjen e njërit prej tyre, ndarja me shkurorzem, zgjidhja e problemeve bashkëshortore fillon dhe kalon nëpër këto faza, i dini fazat, mas pari është këshilla, më thonë këshillot nuk bën për një herë ti me bë fazën e fundit, ndarjen. Pastaj thot largimi nga shtrati, një largim që shkakton asaj të ndjetë e vetmuar. Nëse ka dikush prej vëllezërve në përgjithësi problem me gruan, le ta këshillon. Kur ta këshillon se merr këshillën, atëherë pak le ta largohet pi shtratit. Kur largohet pi shtratit e ndin një lloj ndjenje, nuk ndihet mirë. Se vetë natyra e femrës emocionalisht është e ndihshme. Edhe kur ti largohesh, shkon në një shtrat tjetër apo ku e diunë, domethënë shkon në një dhomë tjetër, ajo shumë brengoset. Siç ashtu e ka kriju Allahu Azza wa Jalla. E treta thot rrahja, por me kush që të jetë rrahje edukimi dhe friksimi e jo rrahje hakmarrje me plagosje të lëkurës apo thyrje të eshtrave. Argument për anti-islamistat me mashkëput. Tak, po thirr erginin në rrahje. Po, veç po të kallëzoj çka është rrahje. Rrahja në islam që e ka bën ndaj gruas, a di çka kanë komentuar? Misfaki që është, ai po misfaki që është. Veç pak me prik. Çto e kanë konsideruar rrahje. E jo rrahje ata anti-islamistat që e godasin Kur'anin dhe muslimanit, ata në kokat e tyne e kanë që i rojnë gratë e veta me grushta, me në që edhe na i rojnë me grushta. Në që ta po. Që kjo është rrahje, e ka konsideru. Pse? Sepse e ndin po ashtu gruaja veten si në nëshmim e nin.
pak me bo me prek, apo kupton? Gruan e nin si në çmim. Për shembull, para menoj ki jastëkin ta zon. Veç pak një jastëk më gjujt kështu. E nin vetin të nënçmum, apo gruaja, se vetë çashtu është kriju. Dhe katërta thot, mbledhja për pajtim. Trijat s'po bën e sap, s'me hin kry gru, s'ka me botash. Atëherë çfarë? Mblidhja për pajtim. E mbledh familjarët e grus, familjarët e tu, edhe nëse don Allah subhanahu wa taala bashkohen apo e nëse edhe pas kësaj atëherë çka është shkurorzimi. Shkurorzimi, nëse gjithë pas kësaj që kaloj nuk ka mundësi me u zgjidh ky problem, atëherë domethënë është shkurorzimi. Mirë po thot, përse Islami e ka lënë shkurorzimin vetëm në dorën e burrit? Raste ekstreme lejohet munda gruaja kur ka dhunë të madhe, lejohet me kërku me shku të gjykatësi, me kërku domethënë prej gjykatësit musliman, prej atij rrethi apo me kërku ndarje shkaku që sumsun e duron se ka të lifar burra, ka i rrajnë me grushta me sen gratë veta, atë ç'a me bë, duhet me lyp diçka që për mu largu. Realisht është nga ajo që kalojmë më parë në u bë qartë se legitimiteti i shkurorzimit kishte vend të rëndësishëm nëse vërtetohet se kjo është shërimi i fundit i problemeve bashkëshortor, përse Islami e ka lënë shkurorzimin vetëm në dorën e burrit, përderisa ishte burri që ta ka pagu mehrin vllaja. Gjato pare i ka harxhuaj për ty. Këtë senet i ka bu për ty ai burr. Nuk është e lehtë. Po tekët ty tash hajt po të ndana. Ka dalë vëllëson, ku më harxhu ato pare ku më harxhu. As po ka barazi këtu me harxhu gjysti gjysuna? Këtu s'ka barazi këtu. Ti po merr apo? Pastaj thot dhe të gjitha shpenzimet e tjera në jetën bashkëshortore, 20-30 vjet, shpenzon të këqyr, apo edhe në fund, po tekët ty valla unë po dana, ka dalë se duhet me pas një arsye të fuqishme ti mund da. Nuk është bashkëtash e litë çështja. E sikur shkurorzimi të ishte në dorën e gruas, do të shihnim gjëra si vjen. Thot shohim një burr të ndërtoj pastaj e plotson me urrendi e kujdeset për rezultatet e pritura nga kjo shoqëri. Thot pastaj shohim që gruaja e cila është e mangët, domethënë këto pika apo e shkatron ato e rëndi, e shkatron ato organizat. Ti me mund, me vite të tëra e ki ndërtu ato, edhe për një moment ai po do me të shkatru. Nuk shon kjo punë. Sepse burrit ka marrë shpitonde. Të ka bo dhëmë posaçme për ty. Ka harxhu me mia euro para ka harxhu. Edhe tash për një fjalë caktuar, veç valla po dana. Ku e ki arsyetimin? Më thonë, është haram, është e urrëtur kjo apo përse sepse nuk ka shpenzuar kur është formuar ajo shoqëria organizat apo e ndoshta edhe ka pas dëshirë të largohet nga ajo që të provojë të tjera qëllimi i mirë në jetë sinqert, vepra e mirë dhe mundimi i praktikimit ligjit të Allahut. Këto parime janë objekt i shikimit të Allahut në robën e tij, siç ka thënë pejgamberi sa Allah nuk vështron në fizionomitë tuaja e as në pasuritë tuaja, por vështron në zemrat tuaja dhe në veprat tuaja. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuk mënoa që çka shpejt ka më kry.